kjo skuadër e Tarlandëve ka fituar edhe 3 botëror që bët këtu në Umbria në përmjet shteteve të gjithë emigrantëve, janë rreth 14 skuadër nëse nuk gaboj. Ne jemi 3 herë fitues të këtij botërori. Edhe skuadra vetë vjen si një mini kombëtare e Shqipërisë. Edhe kështu tamam, kjo është kombëtarja jonë në Perugia. E vërtet. Vjen edhe ka fituar 3 herë këto mondialet, këto kampionatet botëror, e cila bëhet në Umbria. Në 2022 përsëris të njëjtat fjalë që tha Fredi, me Fatbardhin edhe me Ilirianin menduam të futemi në diletantistiko, kur i thonë këta siç është kategoria, të luajmë edhe të shohim njerë si do ja dalim. Është e vështirë sepse pas kësaj që djemë bëjmë, punojnë gjithë ditën, në vitën në darkë, është diçka shumë impenjative.